Ishte një mbrëmje e gjatë vere, nga ato që duken sikur nuk duan të mbarojnë kurrë. Në shtëpinë e vjetër në skaj të lagjes, Ludo ishte shtrirë në krevat, me dritaren gjysmë të hapur dhe me erën e detit që hynte si mysafire e padukshme. Kishte gjithë ditën që punonte në punishte dhe e vetmja gjë që donte ishte pak qetësi. Por qetësia, si zakonisht, nuk ishte pjesë e planit të shokëve të tij. Lëndrimi dhe Labinoti u futën në dhomë pa trokitur. Qeshnin me zë të lartë, duke shtyrë njëri tjetrin si dy fëmijë që sapo kishin zbuluar se si bëhet rëmuja. Ngrihu more gjumash. Thiri lëndrimi dhe i hodhi Ludon një jastëk në fytyrë. Ludo, po fle si gjysh, hajde të dalim. Shtoi Labi, duke ulur në cep të krevatit dhe duke ja tundur këmbët. Ludo u përpoqti ignoronte. Mbylli sytë dhe bëri sikur nuk i dëgjonte, por ata e kishin marrë misionin seriozisht. Lëndrimi filloi t'i binte me gishta në ballë si të ishte derë, ndërsa Labi i tërhoqi batanien. Po na bën sikur je i sëmur, a? Qeshi lëndrimi, mos na e prish mbrëmjen, se kemi plan të madh, vazhdoi Labi. Diçka brenda Ludonit u këpull. Ishte ajo fia e hollë e durimit që e kishte mbajtur gjithë ditën. U ngrit me vrull dhe, pa menduar shumë, i dha Labit një shkel në këmbë. Dilni jashtë, more. U lëriti ai, për një çast u bë heshtje. Lëndrimi u shtang, ndërsa Labi u skuq në fytyrë, më shumë nga krenaria e lënduar se nga dhimbja. Por heshtja zgjati vetëm një frym. Pastaj filloi përplasja e madhe. Labi ju hodh Ludonit dhe e shtyu pas murit. Krevati kërciti, tavolina u lëkun, gota e ujit ra në dysheme dhe u thye në mira copza. Lëndrimi u fut mes tyre, herë duke u përpjekur t'i ndante, herë duke e ndezur edhe më shumë zjarrin. Mos e prek më. Bërtiste Ludo, ti më godite i pari. Ja kthente Labi, zhurma u përhap nëpër shtëpi si bubullim. Nga korridori u dëgjuan hapa, por askush nuk guxonte të hynte. Të tre kishin qenë shok prej vitesh, por atë mbrëmje dukej sikur e gjithë e kaluara po digjej si letër e vjetër. Lëndrimi, që zakonisht ishte më i qeti, u përpoq të vendoste pak arsye. Hajde, boll tani. Po sillemi si budallënj, tha, duke i kapur për krahut të dy. Por askush nuk donte të dëgjonte. Secili mbronte të vërtetën e vet. Pas disa minutash shtyrje e britmash, Ludo u largua drejt balkonit për të marrë frym. Gjoksi i ngrihej shpejt, duart i dridheshin. Poshtë, lagja ishte e qetë, krejt e kundërta e stuhis brenda tij. Labi u ul në krevat, duke fërkuar këmbën. Nuk e prisja prej teje, tha me zë më të ulët, as unë nuk prisja të më bezdisnit si fëmijë. Ja ktheu Ludo pa u kthyer nga ai. Lëndrimi solli një peshqir dhe filloi të mblidhte copat e gotës. Po na shkon jeta duke u zënë për budallallqe, murmuriti. Si jemi më 16 vjeç. Fjalët e tij ranë si ujë mbi zjarr. Ngadalë, zemërimi filloi të shuhej. Kujtimet e viteve të shkollës, të netëve pa gjumë, të udhëtimeve të çmendura, u shfaqen një nga një. Ishin rritur bashkë, kishin ndarë gjithçka, dhe tani po prisheshin për një shkelm e disa fjalë të pamenduara. Ludo u kthye në dhomë dhe u ul në dysheme. Më fal, tha më në fund. Fjala i doli me zor, por ishte e sinqert. Labi ngriti syt. Edhe unë e teprova. Heshtja këtë herë nuk ishte e ftohtë. Ishte nga ato heshtje që pastrojnë ajrin. Lëndrimi solli 3 kanaçe me lëng nga kuzhina dhe i vendosi në mes. Po bëjmë paqe apo vazhdojmë luftën botërore? Pyeti me gjysmë buzëqeshje, të tre qeshën lehtë. Tensioni u tret si akull në diell. Filluan të flasin për gjëra të vogla, për ndeshjen e së dielës, për makinën e prishur të lëndrimit, për ëndrat që secili i mbante fshehur. Mbrëmja vazhdoi ndryshe nga si kishte nisur. Nga dritarja hynte ende era e detit, por tani sillte një ndjesi pajtimi. Ludo kuptoi se zemërimi i tij nuk kishte qenë vetëm për bezdinë e tyre, ishte lodhje, frikë për të ardhmen, gjithë ato gjëra që nuk i thoshte kurrë me zë, para se të largoheshin. Labi ju afrua dhe i ra lehtë shpatullës. Herën tjetër, po deshe qetësi. Thuaje, mos na shkelmo menjëherë. Dakord, qeshi Ludo. Po ju, herën tjetër trokisni. Dolën nga shtëpia duke u tallur sërish me njëri tjetrin, por tani pa helm. Përplasja e madhe kishte lënë gjurmë, por edhe kishte hapur një derë që prej kohësh rrinte e mbyllur. Derën e të folurit hapur, Ludo mbeti vetëm në dhomë. Rregulloi batanien, mbylli dritaren dhe u shtri përsëri. Dhoma mbante ende aromën e zhurmës së kaluar, por zemra i ishte lehtësuar.
Mendoj se misia është si ai krevati I vjetër, kërcet, thyet ndonjëherë, por po e deshe vërtet që në mënyrën ta rregullosh, dhe para se ta zinte gjumi. I erdhi ndërmend se ndoshta ajo sherr I çmendur kishte qenë pikërisht gjëja që u duhej për të mos u larguar kurrë nga njëri tjetri. Obori I madh I Top Channelit atë pasdite dukej ndryshe nga ditët e zakonshme. Kamerat lëviznin si zogj të shqetësuar, gazetarët flisnin me zë të ulët nëpër cepa dhe çdo njeri që kalonte portën kontrollohej 2 herë. Të gjithë e dinin arsyen, sonte do të hapej dera e shtëpisë më të famshme në vend dhe një emër I ri do t'i bashkohej aventurës së Big Brother Albania 5. Ai emër ishte Limi, pak para se të niste prova gjenerale, një fotograf e kapi Limin teksa priste në obor, me një çantë të vogël në dorë dhe me sy që I shkëlqenin nga emocionet. Fotoja u përhap me shpejtësi nëpër portale, një djalë I thjesht, me xhaketë të errët, flokë të krejur shpejt dhe me një buzëqeshje që mundohej ta fshite ankthin. Askush nuk dinte shumë për të, dhe pikërisht kjo e bënte edhe më intrigues. Limi kishte ardhur nga një qytet I vogël I veriut. Miqtë e tij thoshin se ishte njeri I qetë, por me humor të hollë dhe me një kokëfortësi që nuk dorëzohej lehtë. Kishte punuar kamerier, shofer, madje për një periudhë edhe në ndërtim. Nuk kam qenë kurrë I përkëdhelur, kishte treguar në intervistën e shkurtër prezantuese. Nëse hyj aty brenda, dua të jem vetja, jo një personazh I shpikur. Ndërkohë që stafi vraponte për të rregulluar detajet e fundit, ai rrinte pak më larg, si të ishte ende I pavendosur nëse po jetonte realitetin apo një ëndër të çuditshme. Producentët I afroheshin her pas here, I shpjegonin rregullat, I kujtonin se sapo të mbyllej dera nuk do të kishte më telefon, as familje, as botë jashtë. Vetëm kamerat dhe njerëzit e panjohur që do të bëheshin shok, armiq, ndoshta edhe dashuri. Je gati? E pyeti një nga redaktorët, sa mund të jetë gati njeriu për diçka që se ka provuar kurrë, u përgjigj ai dhe qeshi lehtë. Në korridoret e studios flitej se hyrja e Limit ishte ruajtur sekret deri në minutën e fundit. Publiku priste emra të njohur, influencues, këngëtar, por produksioni kishte zgjedhur të sillte edhe dikë krejt të panjohur, një djalë nga jeta reale, me histori të zakonshme dhe me ëndra të mëdha. Pikërisht kjo e bënte bastin e fortë. Kur u afrua mbrëmja, dritat e skenës filluan të ndizeshin një nga një. Muzika provë dridhej në mure dhe prezantuesit po bënin provat e fundit të tekstit. Limi u fut në dhomën e grimit, ku një stiliste I rregulloi jakën dhe I tha të merrte frym thellë. Mos haro, kamera e do të vërtetën, I përshpëriti ajo. Ai tunte kokën, por në mendje I kalonin fytyrat e prindërve, të motrës së vogël, të shokëve që I kishin thënë, na bëj krenar. Jashtë, fansat kishin nisur të mblidheshin. Disa e njihnin nga fotot e publikuara, të tjerë thjesht ishin kurioztar. Emri I tij qarkullonte nëpër rrjete. Kush është Limi? Çfarë lojtari do të jetë? A do ta trazoj shtëpinë? Askush nuk kishte përgjigje. Pak minuta para transmetimit live, ai u ndal sërish në oborin ku ishte fotografuar. Shikoi ndërtesën e madhe, logon gjigante të programit dhe mendoi se jeta e tij po ndahej në 2 pjesë, para kësaj dere dhe pas saj. Një teknik I vuri mikrofonin në jak dhe I tha të mos e prekte më. Kur të dëgjosh emrin, thjesht ec përpara, I tha ai. Ora shënoi fillimin e spektaklit. Brenda studios shpërtheu muzika, publiku duartrokiste, prezantuesi prezantonte konkurrentët një nga një. Emrat e parë hyn me bujë, me histori të bujshme dhe me batuta të përgatitura. Limi priste në një korridor të ngushtë. Me zemrën që I rrite fort, më në fund erdhi radha e tij, lojtari më I ri I Big Brother Albania 5. Limi. Dera u hap dhe ai doli në skenë I verbuar nga dritat. Për disa sekonda nuk dëgjonte asgjë veç shurmës së gjakut në vesh. Pastaj pa njerëzit që duartrokisnin, kamerat që I afroheshin fytyrës, prezantuesin që I zgjati dorën. Mirë se erdhe, Limi. Kush je ti? Ai mori frym thellë. Jam thjesht një djalë që ka ardhur të provoj veten, tha. Nuk kam strategji, kam vetëm karakter. Publiku reagoi me zëra të përzier. Disa e pëlqyen menjëherë sinqeritetin e tij, të tjerë mbetën skeptik. Por loja sapo kishte filluar, rruga drejt shtëpisë ishte e shkurtër. Por për të u duk si një shekull. Çdo hap e largonte nga jeta e vjetër dhe e fuste në një realitet ku çdo fjalë peshohej, ku çdo shikim analizohej. Kur dera u hap dhe konkurrentët e tjerë e pritën me kurreshtje, ai kuptoi se tashmë nuk kishte kthim pas. Mirë se erdhe, vëlla, I tha njëri prej tyre. Shpresoj të mos ma bëni jetën ferr, u përgjigj Limi me shaka.
që në orët e para u pa se ai nuk ishte tip që fshihej. Bisedonte lirshëm, tregonte histori nga puna, nga familja, madje guxoi të thoshte edhe mendime që të tjerët i përtypnin para se t'i nxirrnin. Disa e pan si aleat të mundshëm, disa si rrezik në dhomën e rrëfimit, kur e pyetën çfarë pret nga kjo eksperiencë. Ai u mendua gjatë, dua të shoh sa i fort jam pa maska. Jashtë njeriu fshihet pas punës, pas telefonit, pas shokëve. Këtu je vetëm ti dhe pasqyra. Jashtë shtëpisë, lajmi për hyrjen e tij po bënte xhiron e mediave. Fotoja e bërë në oborrin e Top Channelit ishte kthyer në simbol të fillimit të një kapitulli të ri. Analistët e formatit diskutonin, a do të ishte limi surpriza e sezonit? A do ta fitonte publikun me thjeshtësinë e tij apo do të humbiste mes karaktereve më të zhurmshme? Askush nuk e dinte. Por një gjë ishte e sigurt, që nga ajo natë, emri i tij nuk ishte më thjesht një djalë anonim. Ai ishte lojtari më i ri i Big Brother Albania 5. Një histori që sapo kishte nisur të shkruaj, me kamera ndezur dhe me një vend që priste ta njihte, dhe ndërsa dritat e shtëpisë u fikën për natën e parë. Limi u shtri në krevatin e tij të ri, duke menduar se jeta ndonjëherë të çon në vende që nuk i ke imagjinuar kurrë. Oborri ku ishte fotografuar mbeti jashtë, por ajo foto do të kujtonte gjithmonë momentin kur një djalë i zakonshëm vendosi të rrezikojë gjithçka për një ëndër të madhe. Ka çaste kur një njeri lodhet jo nga të tjerët, por nga vetja që po përpiqet të qëndrojë fort. Alba e kuptoi këtë në një nga ato ditët e gjata brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku koha nuk matet me orë, por me rrahje zemre, me debate, me fjalë që të mbeten në fyt. Përplasja me Labinotin nuk ishte thjesht një debat i zakonshëm. Nuk ishte nga ato zënka që shuhen me një përqafim para gjumit. Ishte një goditje e brendshme, një ndjesë padrejtësie që ju ngjit në kraharor dhe nuk po i largohej. Fjalët e tij, toni, mënyra si e vuri në dyshim para të gjithëve, gjithçka ju duk si një mur që i ra mbi supe. Alba kishte qarë edhe herë të tjera brenda asaj shtëpie. Por kur kështu? Lotët e asaj dite nuk ishin vetëm për Labinotin. Ishin për lodhjen, për mallin për njerëzit jashtë, për presionin e kamerave që nuk fiken kurrë. Ishin për Albën që kishte hyrë me ëndra dhe tani po ndjente se po humbiste veten. Ajo u mbyll në dhomën e gjumit dhe qëndroi gjatë duke parë valixhen e saj. Valigja që në fillim kishte qenë simbol aventure, tani dukej si një derë shpëtimi. Duart i dridheshin teksa filloi të paloste rrobat. Çdo bluzë që fuste brenda ishte si një pranim humbjeje, por edhe si një frymëmarrje lirie. Banorët e tjerë e vëzhgonin nga larg. Disa u përpoqen t'i afroheshin, t'i flisnin, t'i thoshin të qetësohej. Por ka momente kur as zëri më i butë nuk arrin të zemra. Alba dëgjonte, tunte kokën, por brenda saj vendimi po merrte formë. Ajo mendonte për ditët e para. Për entuziazmin kur kaloi pragun e asaj shtëpie, për mënyrën si i premtoi vetes se do të ishte e fortë, e vërtetë se nuk do të lejonte askënd ta ulte. Dhe tani ndjente se po luftonte kundër diçkaje më të madhe se vetja. Përplasja me Labinotin i rrotullohej vazhdimisht në mendje. Nuk ishte vetëm ajo që ai tha, por mënyra si e bëri të ndihej e vogël, sikur zëri i saj të mos kishte peshë. Alba gjithmonë kishte frikë nga padrejtësitë dhe atë ditë u ndje e tradhtuar nga loja, nga njerëzit. Ndoshta edhe nga vetë formati, lotët i rridhnin pa pushim. Ajo nuk po qante për kamerat. Nuk po qante për publikun. Po qante si një vajzë e lodhur që donte të kthehej në shtëpi. Valixha po mbushej ngadalë. Një palë këpucë, një xhaket, një fotografi e vogël që e mbante fshehur. Çdo objekt kishte një kujtim brenda asaj shtëpie. Dhe çdo kujtim po i rëndonte. Disa nga banorët u përpoqën ta bindnin, mos merr vendim në nerva, Alba. Je më e fortë se kaq. Kjo është vetëm një ditë e keqe. Por ajo nuk po shite një ditë. Po shite javë të tëra tensioni që ishin mbledhur në fyt. Po shite veten duke u tjetërsuar për të mbijetuar në një lojë që ndonjëherë të kërkon më shumë se sa mund të japësh. Në dhomën e rrëfimit zëri i saj dridhej. Aty, larg syve të banorëve, ajo e lejoi veten të thyej plotësisht. Tha se nuk po e përballonte dot më, se nuk donte të shndërrohej në ditë që nuk e njihte, se ndoshta largimi ishte e vetmja mënyrë për të ruajtur dinjitetin. Jashtë asaj dere, jeta vazhdonte normalisht. Por brenda, Alba po jetonte një stuj. Labinoti nuk e priste këtë reagim. Ndoshta as ai nuk e kishte kuptuar sa thellë kishin prekur fjalët e tij. Në një lojë ku të gjithë mendojnë për strategji, ndjenjat reale shpesh harrohen.
Dhe Alba atë ditë nuk ishte lojtare, ishte thjesht njeri, mbrëmja po afrohej dhe vendimi i saj dukej gjithnjë më i prerë. Valigjja tashmë ishte gati. Ajo ul mbi krevat dhe e preku me dorë, si për të siguruar se ishte e vërtet, në mendje i kalonin fytyrat e familjes. Nëna e saj që me siguri po e ndiqte nga ekrani, shoqet që e njihnin Albën e vërtet, jo këtë version të plagosur nga loja. Aja vlente të qëndronte vetëm për krenari, Big Brotheri të jep famë, por të merr qetësi, të jep zë, por ndonjëherë ta vjedh shpirtin. Alba po e kuptonte çmimin, ajo u ngrit, fshiu lotët dhe për herë të fundit hodhi sytë rreth dhomës. Muret që dikur i dukeshin plot mundësi, tani i dukeshin si kafas i bukur. Vendimi ishte aty, duke rrahur bashkë me zemrën e saj, ndoshta do të largohej. Ndoshta dikush do të ndalte në minutën e fundit, por një gjë ishte e sigurt, ajo ditë e kishte ndryshuar për gjithmonë, sepse ndonjëherë guxim nuk është të qëndrosh, është të dish të largohesh.